Librin e 24 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese deri tani ka trajtuar mbi 602 kërkesa, përmes të cilave ndër tjerash është ngritur edhe shkelja e nenet 24 të Kushtetutës. Ndër rastet më të rëndësishme në praktikën gjyqësore të gjykatës është rasti i bashkuar KI 45 thyje 20 dhe 46 thyje 20, parashtruar nga Tinka Kurti dhe Drita Millaku, të cilat ishin kandidate për deputete në zgjedhjet e përgjithshme të 6 tetorit 2019. Parashtrueset nuk i siguruan votat e nevojshme për të zgjedhur deputete dhe u vendosën në listën e pritjes të subjektit politik që i takonin. Pas dorëheqjes së deputetëve të zgjedhur të gjinisë mashkullore që i përkisin të njëjtës parti politike, për shkak të emërimit në pozita qeveritare dhe komunale, bazuar në një dispozitë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, të njëjtit u zëvendësuan me kandidat meshkuj, edhe pse parashtrueset e kërkesës kishin siguruar më shumë vota se ata. Në aktgjykimin e saj, gjykata vuri në dukje se qëllimi i kësaj dispozite është të siguroj kuotën minimale prej 30% për përfaqësimin e grave në kuvend, por se nëse pas plotësimit të kuotës, kandidatet nga gjinia pakic arrin të bëhen deputete, duke arritur rezultat më të mirë se sa ata pjesëtarët të gjinisë shumicë, atyre nuk duhet të mohohet e drejta për të zgjedhur.